Në Tiranë u nënshkrua një deklaratë e përbashkët për bashkëpunim në mbrojtje mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës. Qëllimi kryesor i marrëveshjes është forcimi i kapaciteteve mbrojtëse të tre vendeve, avancimi i industrisë dhe teknologjisë së mbrojtjes dhe rritja e ndërveprimit ushtarak në nivel rajonal. Deklarata përkthen në fakt jo vetëm një vullnet politik, por gjithashtu disa prioritete që ne ndajmë së bashku. Kryesisht ka të bëjnë me rëndësinë që tre vendet tona japin ripërtëritjes, ringritjes së industrisë ushtarake, dhe nevojën që në këtë shtyllë të sigurisë kombëtare të vendeve tona ne të bashkëpunojmë edhe më thellë, edhe më gjerë. Pika e dytë ka të bëjë me bashkëpunimin që forcat tona të armatosura duhet të zhvërvjetësojnë, qoftë nga këndvështrimi i stërvitjeve, që nga këndvështrimi i modernizimit të kapaciteteve, dhe besoj se edhe Shqipëria dhe Kosova kanë këtu çfarë të mësojnë nga një aleat i vyer si Kroacia. Për më tepër, Shqipëria dhe Kroacia do të thellojnë bashkëpunimin për harmonizimin e qëndrimeve politike me qëllim mbështetjen e Kosovës në procesin e integrimit të saj në strukturat rajonale dhe euroatlantike. Ministri i Kroacisë dhe Kosovës e vlerëson këtë nismë si një hap të rëndësishëm për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajon, si dhe për zhvillimin e aftësive të përbashkëta në përballje me sfidat dhe rreziqet aktuale.